S'kam ku vete. Se? S'kam vend tjetër. Tu m'la babaj në fillim. Punoj gjatë ditës qa punoj vetëm për të ushqyer kalamajnë se më ka vend një dhe para, nuk e vetë para. Çfarë ka ndodhur? Po këtu ku jam unë, kur ndava atëhere në pleqë, unë ndam se është shuesh edhe vllai tjetër andej, tha ku do të rish andej apo këtej, thash zgjolla më mirë këtej. Për arsye që mos kem edhe me vllain nesër pas nesër martohesh dhe ai edhe mos kishim konflikte. Punoja deri dje punoja mirë, i ushqeja kalamajnë, vetëm sa për të ushqyer kalamajnë, se gjë para nuk besoj të beja. Pata një konflikt të vogël me vllain këtu para ca ditësh. Ai vajti më denoncoi, gjykata më la me arrest shtëpie, kështu që tani jam i pamundur që të ushqej dhe kalamajnë. Nuk dal dot, unë po të dal ata më thusin në burg. Po të më kapin jashtë territorit të shtëpisë. Dhe më kalem pa afar. Sa e vështirë është për ju? Si përballoni jetën e përditshme tash? Me borxhe, çfarë do bëjmë? Marrim një asistencë vogël, një ndihmë ekonomike, e ku dhe 105.000 lekë. Edhe tjerat me borxhe. Marr borxhe, punoj, laj, si dhe të dyqani, një marr me borxhe, kur i bej lekë, vetë ja çoj. Fëmijët i kam në shkollë, të 3. Ju keni 4 fëmijë të vegjël. Po. Këtu është një gavan që nga minutë në minutë mund biri poshtë. Qa ti bëj, s'kam ku vetë. Dimri po vjen, ku do rri? Jam i pamundur që ta ngretë një dhomë andej. Ose tjetë një riparimi i kësaj. Çfarë kërkoni ju sot? Jeni ankuar diku? Ose çfarë kërkoni nga organet e drejtësisë? Ata që ju sot ju kanë mbyllur në këtë dhomë? Kërkoj paktën të paktën, një dhomë. Sa është kjo, t'jem tokën time, që mos kem debate si me vllain, edhe me një zemë. E di që do vete aty toke ime, po s'më thot gjë njëri. Jam më rregullane. Kurse këtu është ngusht fare. Ai zbret, kalon, lëviz, se nuk i ve fajesh edhe atit, s'po therr. Plaku kur na la, nuk na i ndau këto gjëra, tokat, gjërat. Vetëm unë që kam përfituar 4 dylym tokë, kam 1 dylym aty dhe 3 dylymi kam në vend tjetër. Kjo tokë këtu është ndarë midis jush, sa fëmijë jeni? Jo, s'është ndarë. Që është në emër të babait akoma. A është drejt kjo që ai do t'ju largojë kështu? Tani vlla, çfarë ti them? Nuk e di se si e mendon ai. Ka dhe i mendjen e tij, unë se di si funksionojnë këto ligjet. As jam marrë ndonjëherë me këto ligje. Base e drejt nuk është, po i ka mendjen e tij. Çfarë ti bëj? Është i pleqërisë. Unë kërkoj të paktën me lënë një detyrim paraqitje. Paktën të lëviz, të dalë të punoj, të ushqej këto 4 fëmijë. Se unë po qesh i izoluar këtu, s'kan çahana. Nuk se është pa punë, fëmijët janë në shkollë. Po ndaj i izoluar nuk i ashtu dot, nuk i ushqej dot. Te kërkoj një drejtësi. Me lëri me një detyrim paraqitje ose një shërbim prove. Paraqitje mirë në muaj pak. Ose edhe një javë. Po të paktën t'jemi lirë që të punoj. Se po nuk punova s'kan çahana. Se dajmë me të vojtë. Me të vojtë. S'kam këtë vetëm, se më kam atë të mitë, prindë të më ndihmojnë, baba se kam, mama se kam sa. Vllai nuk më ndihmon se shkoj familje vetë. Ku do vetë, unë kërkoj të më ndihmë që të më zgjedhin. Shteti për shembull të më japi një shtëpi, ose burrit më liroj nga ato që janë rreth shtëpie. Të kërkoj që të bëj një ndihmë të mirë edhe për mua. Është e vështirë që të jetoj këtë dhomë. Viti 6 në dhomë, qa bie jashtë bie brenda, vete psinë për dhomat, ku bie shiu, se s'kam që t'i bej, se përkon tërë, hynë ujë brenda shtëpi. Hynë ujë brenda shtëpi. Këtë i kërkoj shteti, të ndihmoj,
ti falenderoj dhe unë po më bëjnë diçka për mua. Se dhe burrin që ta lirojnë, që të punoj dhe ai. Se unë kam familje vogël së vetë dot, në punë që ta le çunit vetëm të punoj të rri shtëpi. Është e vështirë për mua. Sa fëmijë jeni? 4. Fëmija është e vështirë, në të komikja më sot, nuk dal dot. Si e përballoni me Me të vështirë. Ja i ndihmoj njerëzit. Edhe këto që janë këtu që shikon, janë tëra gjithë të botës, vetë në një xhep im s'ka vend. Se nuk e kam, nuk e dal dot. Edhe me të nga me bukë me zjen e dali, si me ilaç me ushqime gjëra të tjera, nuk e dal dot. Fëmijët i kam 3 në shkollë. Nga i gjë duan edhe ata shikon te shkolla, thonë mami dua unë, siç marrin të tjerë, dua dhe unë. Peke mami, mirë kaq se ka mundsi mami, më shumë nuk ka. Ata më thonë që dua këtë, dua atë, thash unë. Bej si ka mami, nuk kemi, kaq kemi ekonominë tonë. Më shumë nuk kemi tepër t'japim. Më vjen keq, më vjen shpirt për fëmijë pa ç'të bëj. Këto kushte, këto dhëna, këto gjëra janë. Më shumë s'kam çfarë t'i jap. Si jeton do vi dimi, fto do bëj, shi do biri. Ç'të bëjmë të keq, ç'të bëj. Këtë them o Zot ndihmojnë. Keni frikë për fëmijët që jetoni këtu? Po, frika është, frikë e madhe, është ashtu i themi e burrit, po ç'të bëj, më kanë të vetë. Të manjëri thotë se marrë viti 6. Ka të njëjtë, po të manjëri. E frika është i imja, se po vin dimri të qelloma, po them Zoti më ndihmon që mos bie ta marrë dhe fëmijët.